I nderuar urat të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Për ata që erdhën pak me vonesë, por dhe që nuk e kishin vëmendjen disa, po e lexojmë edhe një herë pjesën e Ungjillit sipas Markut, që kisha na i afron sot. Dhe dikush nga turma duke u përgjigjur tha: "Mësues, të prura djalin tim që ka një frymë me mece, dhe e kap kudo e përplas dhe e shkumbon. Kërcëllën dhëmbët dhe i ngrin gjymtyrët. Dhe u thash dishepujve tu ta dëbojnë, por ata se bën dot." Edhe ai duke përgjigjur e tha: "O brez që s'beson, deri kur do t'jem me ju? Ma sillni këtu." Dhe ata i prun, por sa po e pa, fryma e përplasi me forcë dhe fëmia që kishte rënë për tokë, rokullisej duke u shkumbuar. Dhe Jesui e pyeti baban e tij: "Sa kohë ka që ndodh kështu?" Dhe ai tha: "Që në fëmijëri. Shpeshere ka hedhur në zjarr dhe në ujë për ta shkatruar, por nëse mundesh të bësh diçka, ki mëshirë për ne dhe na ndihmo." Dhe Jesui tha: "Nëse ti mund të besosh, çdo gjë e mundshme është për atë që beson." Me njerë babai fëmijës duke bërtitur me lot tha: "Unë besoj, o Zot, ndije pa besim time." Atëherë Jesui duke parë se po vinte turp me vrap, e qortoi frymën e ndyrë duke thënë: "O frymë e mece dhe e shurdhët, unë po të urdhëroj, dil prej tij dhe mos hyr më tek ai." Dhe demoni duke bërtitur dhe duke sfilitur fort, doli prej tij, dhe fëmia mbeti si i vdekur, saqë shumë njerëz thonin ka vdekur. Po Jesui e zuri për dorë, e ngriti dhe e çoi në këmbë. Kur Jesui hyri në shtëpi, dishepujt e vet e pyetën veçantë: "Përse ne nuk mundëm ta dëbojmë?" Dhe ai u tha atyre: "Kjo lloj frymë nuk mund të bëhet ndryshe përveç se me lutje dhe me agjerim." Pra, kjo ishte pjesa e Ungjillit sipas Markut që dëgjuam sot. Ishte një ngjarje, një mrekulli, mund themi, e pazakont. Para te Jesui vjen një baba që kishte një problem serioz. Kishte fëmijën të sëmur, por jo të sëmur, të demonizuar. Duhet të dallojmë sëmundjen nga demonizimi. Asnjëherë nuk janë, si them, të përzjera ose dhe të ndara, por të kemi kujdes, se ndonjëherë i ngatrojmë këto gjëra. Një njeri që ka një problem psikologjik, mund t'i themi që ka një demon, dhe e kundërta, një njeri që ka një posedim demonjak, i themi ka diçka psikologjike. Kisha i ndan këto gjëra. Pra, ku një njeri ka një ndikim demonjak, ai ka një reagim armiqësor me gjërat e shenjta. Blasfemon, ka krenari, ka pasione të papërmbajtshme, trupore, madje dhe perverse, është, si them, gjithmonë agresiv ndaj njerëzve, pra është diçka që e kontrollon. Ky njeri nuk ka thjesht probleme psikologjike ose psikiatrike, por një demon ka hyrë për shkak të mëkatit të tij, për shkak të mëkateve të prindërve, ose mund t'i ke bërë diçka, një lidhje magjike ose një sy i keq ose diçka tjetër. Por kemi edhe probleme psikologjike ose psikiatrike, ku njerëzit kanë dëmtuar trurin, ku njerëzit ka kaluar një, si them, një vështirësi dhe ka lënë pasojë në gjendjen e tyre emocionale. Pra këtu kemi probleme psikologjike që trajtohen nga psikiatria, psikologjia. Pra gjërat duhet të ndahen. Shën Paiës Agjoriti e shpjegon shumë bukur këtë. Si dallohet një njeri që ka një demon dhe një njeri që ka një problem psikologjik ose psikiatrik. Dhe ai dha një shembull konkret. Erdhi në vendin ku ishte një njeri që kishte një demon, ishte një fëmijë që në pamje të parë dukej normal. Por Shën Paisi me frymën e dallimit kuptoi se ai fëmia, jo për shkak të fajit të fëmijës, por për shkak të prindërve ose diçka të keqe që ishte bërë atij fëmije, kishte një frymë brenda vetes, frymë të keqe. Atëherë Shën Paisi mori lipsanin e Shën Arsenit dhe ju afrua. Në moment që u afrua,
si një fuqi e shtyvi larg fëmijën dhe persone demonizuar. Dhe kjo tregon se ai nuk kishte një problem psikologjik, por kishte një demon. Prandaj, edhe kisha i dallon këto gjëra. Por kisha nuk është e ndarë. Kisha i trajton dhe njerëzit që kanë probleme demoniake me misteret e kishës, me uratat, me egzorcizmin, por dhe njerëzit që kanë probleme psikologjike, prap këtu në kishë qetësohen. Pse? Sepse këtu nuk bëjmë diçka magjike, as prifti s'ka një fuqi binatyrore, por kisha ka fuqinë e Krishtit dhe Krishti shëron çdo sëmundje dhe lëngat në popull dhe largon dhe demon. Le të vim dhe diçka tjetër. Ky baba që kishte këtë problemin pati një dyzim në besimin e tij. Ai thot Krishtit, besoj, po dhe ndije pa besim time. Të dashur të krishterë, njeriu nuk është 100% besimtar, por dhe 100% si them mohues. Edhe ai që thot është ateist, edhe ai beson. Por egoizmi i tij nuk e lejon që ta shprehë besimin, prandaj dhe në momentet vështira ateisti më i madh kërkon Zotin, sepse të gjithë njerëzit besojnë, se janë krijuar nga Perëndia që të besojnë. Por çështja është që neve e kemi besimin, si të them, njëherë na ngrihet, njëherë na ulet amplituda e besimit. Prandaj kemi gjithmonë nevojë të kërkojmë besim. Edhe kur vim tu në kishë. Pra mos mjaftojmë me atë besim që kemi arritur, por ti themi Zotit, Zot na shto besimin dhe ndije pa besim ton. Sepse shumë gjëra që ne na kapin, frika, ankthi, pasiguria, na vijnë nga mungesa e besimit. Si i tha Zoti apostull Petros, i pabet, pse dyshove? Dhe këti babait i thot, për atë që beson çdo gjë është e mundur. Besimi, të dashur të krishterë, është energji e Shpirtit Shenjtë, që me anë të kësaj energjie ne kalojmë gjëra që janë edhe binatyrore. Prandaj duhet besimi. Pa besim nuk mund të jetojë njeriu, sepse pa besim është si një kafshë që vetëm ha, pi dhe shtohet. Besimi është qisa e gjashtë që e ka njerëzit besimtar, prandaj neve besimtarët, jo se jemi të dalluar se kemi diçka si të veçantë biologjike, por ne kemi diçka që tjerë nuk e vën punë. Ne kemi të hapur shqisën e besimit. Me anë të shqisë besimit ne njohim Zotin, dhe me anë të besimit ne marrim fuqi nga Zoti dhe te kalojmë problemet, edhe ato që janë të pakapërcyeshme. Dhe diçka tjetër. Kur ky baba e çovi fëmijën tek apostujt dhe apostujt urdhruan djallit të largohet, djalli nuk u largua. Atëre, pse nuk u largua? Dhe apostujt i thanë Krishtit, pse ne nuk e larguam dot demonin? Dhe Krishti i thot, ky lloj demoni, kjo kategori demoniake, largohet me lutje dhe agjerim. Të dashur të krishterë, Zoti Krishtu bëri një qortim apostujve. Apostujve i kishte dhënë fuqi kundër demonëve. Këtë fuqi e ka kisha, nëpërmjet klerikëve, që thonë uratat e kishës. Por, shpeshherë, bjem në një gabim, edhe klerikët, edhe ata që shërbejnë, teologët, katekistët, këtu brenda. Pra, ndryshohen fryma e misionit. Nga mision, nga shërbim bëhet profesion. Në moment që bëhet profesion, pra që thuhen lutje si rutinë dhe pa besim dhe pa kujdes, atë nuk vepron njëri i Perëndis. Pra nuk kemi këtu në kish një, si të them, një profesion. Prifti nuk është profesionist, është shërbëtor i Krishtit. Pra ai bën një shërbim, prandaj edhe në kish quhen shërbesa. Dhe këtu kemi nevojë të gjithë, pra kjo që tha Krishti, që për shkak të pabesisë tuaj, pra të gjithë kemi nevojë për besim, edhe prifti, edhe teologu, dhe katekisti, dhe psalti, dhe gjithë besimtarët. Kemi nevojë për besim. Por, djalli nuk largohet vetëm me lutje me besim. Duhet alternohet edhe kreshma dhe agjerimi. Jemi në periudhë kreshmore, agjerimi. Do thoni juve, po pse agjerim? Ne bëjmë agjerim. Po, ne të krishterë bëjmë dhe agjerim dhe kreshëm. Të tjerë t'i ka marrë nga neve, ta dini. Dhe pse duhet edhe lutja edhe kreshma? Lutja pa kreshëm është dietë. Në qoftë se ju po mbani kreshëm, po nuk luteni, po mbani një dietë.
Thjesht do uni kolesterolin, do uni disa gjëra të tepërta të trupit, por nuk do arrit bashkoni me Zotin. Kreshma do na çojë në lutje, dhe një lutje pa kreshëm nuk ka fuqi. Prandaj janë të alternuara. Kreshma e përul njeriu, kreshma e çon njeriu në pendim, kreshma e hap zemrën. Kjo bën që të vi fuqia e Zotit dhe të largohet demoni nga zemra. Prandaj, kreshma është një mjet që duhet ta përdorim, sepse jo vetëm ajo na ndihmon neve të bashkohemi me Zotin, por largon demonët. Por kush duhet kreshmoj ku një njeri ka një ndikim demoniak? Duhet kreshmoj ai që mundohet nga demoni? Po, por mbi gjitha duhet kreshmoj dhe miqtë e tij, dhe të afërmit e tij, dhe prindrit e tij. Që kështu, pra të gjithë të kreshmojmë dhe të lutemi, dhe demoni me fuqinë e Zotit largohet. Si ta sjellim sot këtë ngjarje, sepse ndoshta fatmirësisht nuk kemi njeri këtu demonizuar, por të gjithë ne i ngjajmë atij babait që kishte një besim të dyzuar, të gjithë ne i ngjajmë këtij djali. Çdo më thënë, jo se kemi demon, por të gjithë demoni na lufton. Dhe thot atje që i idhte në zjarr, e idhte në ujë. Si ta kuptojmë zjarrin? Ja, zjarri i pasioneve. Nuk na shtin djallin në tundime të pasioneve të nxehta, të mishit, të seksualitetit që sot fatkeqësisht janë me tepri. E odhin ujë në ftohtësinë shpirtërore. Nuk na çon djalli në vaksineve që mos lutemi, përtojmë, nuk vim në kish. Ja pra që punon dhe me ne. Në Memec, shpesh jemi Memec. Ne as i flasim Zotit, as flasim për Zotin, sepse djalli na ka kapur gojën. Prandaj kemi nevojë të vim këtu në kish. Këtu në kish takohet Krishti. Këtu është Krishti. Jo thjesht në ndërtesën, por në misteret e kishës. Dhe në këto misteret e kishës, Krishti vjen, edhe siç erdhi tek ai djali, edhe largoi demonin, dhe pse duke i vdekur, ai u ngrit dhe gjajn një ngjallje të këtij, kështu bën dhe Zoti me ne. Kur vim të në kish, ne vim njerëz të lodhur, të ngarkuar me bar mëkati, madje edhe me ndikime demoniake, sepse çdo mëkati jep të drejtë djallit vi tek ne. Por kur ne marrim pjesë aktive në kish, i lutemi me kishën, marrim misteret e kishës, sidomos trupin dhe gjakun e Krishtit, Krishti vjen brenda nesh dhe djalli automatikisht largohet. Gjithë problemet psikologjike dhe fizike rregullohen dhe ne kur dalim nga kisha ndalim të tjerë njerëz. Kështu pra të dashur, më Krishtin ti kuptojmë këto gjëra, sepse ngjarjet gjithmonë përsëriten, por mos harroni se këtu në kish është Krishti. Po larguat nga kisha, atëre ka të drejta djalli. Po erdhën në kish, jo djall, por çdo gjë që është kundër nesh nuk ka fuqi, se kur Zoti është me ne, askush nuk është kundër nesh. Amin.